Mira besimtar në Korçë kanë festuar Pashkët e Katedralja Ringjallja e Krishtit. Si çdo vit, Mitropolia e Shenjtë ka organizuar të ceremoni të veçantë, ndërsa në ndryshim nga vitet e kaluara, ajo u udhëhoq nga Ati Ilia Kotnani, pas zgjedhjes së irësisë së tij Zot Johanit si kryepeshkopi i Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Në mesnatë ai njoftoi ringjalljen e Jezu Krishtit, shoqëruar me tingujt e këmbanave dhe qirinë të ndezur me dritën që simbolizon shpresën. Për Pashkë jemi thirrur të përvajsojmë njëri tjetrin dhe për shkak të ngjalljes jetëdhënëse të Krishtit të falim njëri tjetrin çdo gjë, që të mund të thrasim me një zemër të pastër, Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Krishti u ngjall. Me vdekje Sheshi para katedrales dhe përgjatë pedonales së qytetit u mbi popullua nga besimtarët jo vetëm korçar, por dhe nga qytetet e tjera, si dhe turistë huaj që kanë ndezur qirinë dhe kanë uruar njëri tjetrin për paqe, begati e lumturi. Si festoni javën e madhe të Pashkës? Festojmë, zjejmë vezë të kuqe, bëjmë bukë me qiqra, bëjmë drekë, vime në kishë, sot ngjallet Krishti, nesër pasaj bëjmë drekë prapë, mlirjen i të tërë si fisi. Po drita që ndisni sot me qirinë dhe i çoni të ndezur në shtëpi, çfarë simbole? Në shtëpi është mbarësi i shtëpisë. Është shumë e rëndësishme. Është bekimi i Zotit në radhë fare. Njerëzit kanë shumë nevojë që të mblidhen bashkë, dhe të qetësohen. Zoti na qetëson. Pashka simbolizon ngjarjen më të madhe të historisë së Krishtërimit, kur Jezu Krishti e mundi përgjithmonë vdekjen dhe frikën.